Banka e Shqipërisë, institucioni më i rëndësishëm financiar, kremton këtë tetor 100 vjetorin e krijimit. 100 years of the Bank of Albania. A century of stability, development and trust. Një konferencë shkencore u mbajt, një shekull banking, nga themelit e rolit si ankor rajonal. Me përshëndetjen e drejtoreshës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe presidentes së Bankës Qendrore Europiane, kryeministri Edi Rama e vlerësoi Bankën e Shqipërisë si ndër të vetmet institucione që mund të quhet me plot gojën si i tillë, ndërsa udhëzoi se duhet të shohë përtej të sotmes dhe shumë më larg në të ardhmen për të përfaqësuar risit nga zhvillimet teknologjike. Sot, digitalizimi i pasuar nga inteligjenca artificiale dhe nga gjithë farë zhvillimesh në botën e paras, sjellin me vete oportunitete të jashtëzakonshme dhe dilema të jashtëzakonshme. Krahas politikës monetare duhen mekanizma të ri kontrolli në funksion të menaxhimit të algoritmeve, por duhet dhe një mendje shumë më e hapur për t'i përqafuar këto fakte të reja të imponuara nga zhvillime të cilat tani më ne nuk i kontrollojmë dot. Në fjalën që mbajti për këtë 100 vjetor, guvernatori Seko renditi disa sfida me të cilat përballet banka, nga tensionet politike, inovacioni financiar dhe modeli rritjes ekonomike. Rikonfigurimi i zinxhirëve të prodhimit botror, si dhe rritja e barierave tregtare janë tashmë një realitet i ri ekonomik. Ky realitet dëmton ekonomitë në zhvillim. Gjatë dekadës së fundit ne jemi bërë dëshmitar të një revolucioni të shpejtë financiar, i cili ka potencialin të transformojë rrënjësisht të industrisë. Sfida e tretë ka të bëjë me vetë stadin e zhvillimit të Shqipërisë dhe implikimet që ky stad ka për modelin si kryesuese dy grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian, për dy kapitujt të Acquis dhe si kontribuese e qenësishme në 6 kapituj të tjerë, Banka e Shqipërisë është pjesë integrale e procesit të negocimit. Në këtë konferencë, Banka e Shqipërisë emëtoi dhe monedhën përkujtimore, pa kurs ligjor, 100 vjet Banka e Shqipërisë, 1925-2025. Monedha simbolizon rëndësinë e institucionit të Bankës së Shqipërisë dhe përkujton ngjarjet kryesore që kanë shënuar zhvillimin e saj ndër vite.